Format e nuskave që bëheshin më para nga mistikët ose sufistët e dikushëm që studonin fenë islame, kanë qenë komplet tjetër gjë nga çfarë besoj që mund të bëhet sot, sepse kanë qenë shumë të paktë ata njerëz që dinin me çfarë materiali po e bëjnë dhe si po e bëjnë, dhe qëllimin që fusin brenda, dhe ka qenë komplet një energji tjetër e ndërthurur aty dhe me sa një lloj alkimie, po themi. Ndërsa tani nuk dim me çfarë materialisht dhe si i bëjnë, dhe a janë vërtet mistik personat që e bëjnë, a dinë vërtet diçka, apo thjesht kanë marrë nga diku dhe e bëjnë. Qa ishte objekti tjetër? Hudra. Hudrat është ideja e alkimisë, pra gjithçka është alkimi. Edhe një nga gjërat më okulte që ne kemi në shtëpi është hudra dhe kripa. Pra, bëhet fjalë për balancimin e elementëve tonë. Kripa që digjet në gaz. Sulfuri që ka hudra është një lloj mbrojtësi, sepse ne jemi të përbërë nga sulfuri dhe në momentin që një krijesë tjetër sulfurike që zakonisht mendohej që janë krijesë